Vllazë nderuar, Allahu i madhreshëm, krijuesi jon, krijesën njeri e ka kriju nga elementet e tokës. Duke na treguar në Kur'an, prej tokës ne ju krijuam, në të do t'ju kthejmë dhe për herë të fundit prej saj do t'ju ringjallim. Por për t'ia dhënë vlerën kësaj krijese njeri, Allahu xhalla xhelaluhu ja dha shpirtin. Çdo trup me shpirt ka vlerë, edhe të parën, edhe të dytën, ne duhet ta plotësojmë në rast se dojmë lumturi reale në jetën e kësaj bote. Vllazë nderuar, kemi thënë se lumturia nuk do të thotë se ke shumë pasuri apo ke mirëqenie të mirë, mundesh me qenë i lumtur. Por ne do të nxjerrim një mësim shumë të rëndësishëm sot për me orientu vetën në vendin e duhur, në rrugën e duhur, në atë që na bën të lumtur në jetën e kësaj bote edhe të botës tjetër. Si tham, Allahu ka kriju trupin prej elementeve tokës, por përderisa nuk e ushqejmë edhe shpirtin ton që këtij trupi ja jep vlerën, atëherë ne kena me përfundu në pa lumturi, nuk kena mu lodh, kena mu angazhu në jetën e kësaj bote, mirë po në fund kena me përfundu se nuk kena lumturi. E shohim se dita ditës rritet numri i vetvrasjeve. Dita ditës rritet numri i divorceve. Dita ditës rritet numri atyre të cilët janë të shqetësuar, janë të pikëlluar. Pse? Sepse ata janë të e kërku lumturien, mirë po jo në vendin e duhur dhe në rrugën e duhur. Asgjë tjetër nuk kërkojmë, përveç asaj çka Zoti Dhul Xhelal na ka udhëzu se ka duhet me shku. Në këtë rast i madh i Zoti Dhul Xhelal thot në Kur'an, kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai në jetën e kësaj bote do të ketë jetë vështirë, e qartë, ndërsa në botën tjetër ne do të ringjallim të verbër, thot Allahu te bareke ve taala. Jeta pa iman nuk ka as kuptim e as vlerë. Jeta pa besim në Allahun xhalla xhelalu nuk ka vlerë, nuk ka peshë. E aja që na bën me vlerë, aja që na bën me peshë, është ne me i besu vetëm Allahu te bareke ve taala. Besimin në Allahun, në Zotin e botrave, e bën këtë shpirt të lumtur, e bën këtë shpirt të gëzuar, ja largon brengat, ja largon pikëllimin, ja largon shqetësimin. Me një fjalë, jeta ka shije të mirë vetëm me besim të drejtë në Allahun te bareke ve taala. O vëllezërit e mi, ata të cilët nga jeta deri në vdekje lodhen, angazhohen, ata cilët janë pa besim, nuk kanë besim në Allahun te bareke ve taala, ata nuk munden me i te i kalu shqetësimet e tyre, jetën e vështirë që e kanë, dhe ata mundohen me te i kalu këtë vështërsi që e kanë para vetës, duke i dhënë fund jetës së tyre. E pra, Allahu xhalla xhelalu kërkon përveç materiales, që jemi trup, Allahu xhalla xhelalu kërkon prej nesh me ju kthy të madhi Zot Dhul Xhelal, me ju bind atij, vetëm atij me i besu, dhe kështu ne do të rrugtojmë drejt një rrugë të vërtet e të lumtur në jetën e kësaj bote dhe të lumtur në botën tjetër. Dëgjoni çka thot Allahu Dhul Xhelal në një ajet tjetër të Kuranit. Kush bën vepër të mirë, qof mashkull apo femër, duke qenë besimtar, Allahu xhalla xhelalu do t'i jep jetë të lumtur, ndërsa në botën tjetër do ta shpërblej edhe për veprat e tyre të mira. Pra kushdo që është dhe bën vepër të mirë, mirë pa atë vepër të mirë e bën për hir të Allahu Dhul Xhelal dhe duke qenë besimtar e besimtare, le ta dinë se këtu është një pjesë e sekretit të lumturisë. Allahu
do t'ja jep një jetë të lumtur. Në jetën e kësaj bote, edhe do t'a shpërblej pa mas nesër kur do dalim para Allahut te bareke wa taala. O vllazë nderun, dikush mendon se duke marr atë çka e posedojmë nga pasuria, nga pushteti, ata mendojnë se në rast se na uzurpojnë edhe tokën na i marrin, ne nuk kemi me jetu të lumtur në jetën e kësaj bote. Historia tregon se ata të cilët kanë jetu para nesh, ndoshta nuk i kanë pas edhe gjërat cilat ne i kemi sot dhe po i gëzojmë, mirë po kanë qenë shembull i lumturisë. Duke mendu se duke na i grabitur ato, neve na u kthehet pikëllimi i mërzia e nuk jetojmë të lumtur. Këto janë gjëra kalimtare. Pasuria, stolit, janë elemente që kalohet jeta e lumtur edhe pa to. Po e sjellin një shembull sa për ilustrim, për ta kuptuar se çka duhet me bart ne me vete, që ne edhe në situata më të vështira me jetu të lumtur. Tregon një burr, thot vendosat, thot me i thang bashkëshortës sime, oj bashkëshortja ime, dhe na populli thojnë ka më ta nxi jetën. Po i thot ka më të bë gruan më të palumtur në dunjat. Kjo nën besimtare po i thot nuk është e mundur as me umba bashkëshortën më të palumtur në dunjat, mirë po as në anën tjetër me umba gruan më të lumtur në dunjat. Pse s'është e mundur? Kjo nën besimtare po i thot nëse është në pyetje parja, atë çka e posedoj e merr prej meje edhe në rregull. Nëse është në pyetje stolit, ari, argjendi, diamanti, edhe atë e merr prej meje. Mirë po është një diçka që e barti me vete, atë nuk mundesh me e marr. Çka është ajo që nuk munde me e marr? Thot ajo që mu mban të lumtur është besimi i drejtë në Allahun te bareke ve teala. Lumturia, pra shumë nana besimtare kemi sot, të cilat vuajnë nga bashkëshortët e tyre. Vinë të dehur në shtëpi, marrin nga pasuria e saj, nga stolit e saj, Zoti na ruaj nga njerë nga e keqja edhe tortura, të i bën mbi trupin e saj, mirë po atë e gjen durimtare dhe të lumtur. Pse, ku është sekreti? Sekreti është se Allahu xhele xhelalu ka mbjell në zemrën e saj besimin e drejtë, imanin në Allahun te bareke ve teala. Dhe ato i te i kalon me durim, me bindje se një ditë ka me dalë prej kësaj bote dhe gjithë se cili kina me dhënë llogari para Allahu subhanahu wa taala. Mi për në anën tjetër, sytë tanë shohin familje, bashkëshort, çifte bashkëshortore që ndoshta i kanë kushtet e mira ekonomike, me shtëpitë e mirë, me vetur të mirë, dhe mendojnë se ata janë të lumtur. Mi për në rast se afrohemi afër tyre i pyesim, e kuptojmë se ata brenda vetës kanë shqetësim, kanë pikëllim, kanë mërzi, sepse ata nuk e kanë besimin në Allahun te bareke ve teala. Pra nga sot mësojmë se jeta ka shije të mirë atëherë kur i besojmë Allahut te bareke ve teala. Ne të cilët jetojmë jetën e kësaj bote me Allahun, çka do që ai cakton për ne është drejtësi. Ndërsa ata të cilët lodhen, raskapitën, tu mendu me përmbush vetëm atë materialen e duke e lënë atë që ka vlerë shpirtërore, që është bindja ndaj krijuesit Allahu subhanahu wa taala, ata do ta kenë një jetë vështirë. Allahu tha, kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do ta ketë një jetë vështirë. E jeta e tyre e vështirë është se ata kanë vujtje, kanë pikëllim, kanë mërzi, nuk gjejnë rahati, atyre ju mungon diçka, mi po sot ju themi, kthejuni Allahut me një sinqeritet të plot, me bindje të sinqert, thuj Allahu dhul xhelal, o Zoti jem, ti që më ke fal, mi ke dhënë gjitha këto mirësi, pa besim drejt në ty, nuk paska lumturi dhe nuk ka rahati. E lutim Allahun krijuesin ton,
ato të mira që na jafron i madhi Zotë Dhul Gjelal, nëse janë të pakta, kërkojmë Zotit Dhul Gjelal me na i shtu dhe ato me qenë me bereqet, mirësi për vetën dhe familjen tonë dhe shoqërinë tonë. Ne i themi Allahu Dhul Gjelal, krejt atë që ka e ke caktu për ne pajtohemi sa ajo që na e ke dhënë sot është më e mirë se sa atë që nuk e kemi marrë dje. Edhe atë që nuk e kemi marrë dje është më e mirë atë që na e ke dhënë sot, sepse ne jemi të bindur se çka cakton për ne është më e mirë në rastin e çfarëdo lloji sprove apo hap të jetës sonë që ne e bëjmë. Kërkoni falje Zotit duke thënë astaghfirullah, 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 se më të vërtet Allahu është falës dhe është mëshirues.